Si që edhe tani më ata që në ndjekin dhe që nuk janë pak, guzër të them që janë shumë, e kanë kuptuar që në fillim zakonisht ne fillojmë me botën, ne fillojmë me planetin, ne fillojmë me ato që quhen gjëra vërtet të mëdha. Pra që sepse bota jonë, që është bota jonë, është bota më e madhe, se këtu jetojmë, tu lëshojmë hije, tu lindim, ndoshta edhe këtu desim. Por se bota jonë e vogël, pa botën e madhe, do t'ishte diçka pa kuptim. Nuk do t'na jepte dot një mundësi orientimi. Me njësa avash po fillojmë fushatën, pra po fillojmë fushata politike në Shqipëri, gjithsesi ka një fushat tjetër më të madhe. Ka një fushat më të madhe që quhet për ndryshe ndërtimi i rendit të ri botëror. Dhe kuptohet që nëse rendi i ri botëror instalohet gradualisht shkallë në planet, ndonjë fundore e kësaj shkallë do vijë dhe në Shqipëri. Prandaj dhe japim pjesën e Luanit, do pjesë e Luanit. Pjesët tona janë më modeste sa ato të Luanit, ta themi kështu, për të mos prishur qejf dhe mos ofenduar politikanët tanë. Në sinkron pa Donald Trump, Luanin pra, ose një ndër luenët, ose mbreti luenërve, më themi, i cili bëri publik për herë të parë nga Washingtoni, bishën F-47. Një aeroplan i gjeneratës së 6, një aeroplan i cili inkludon brenda vetes tij disa dronë, të cilët janë syt, janë shenjestat e tij, të cilët e paraprin atë, si kështu ka lexuar në letërsi ushtarake enkas për këtë, paktën këto janë projeksionet, por mbi të gjitha mund të themi që paqe dashësi dhe paqëruajtësi Donald Trump në të njëjtën kohë nuk harron të përgatitet për më të keqen, domethënë për luftë.